Mi më nama dashtë në publik, u taku më dhe sonde në këtë pjesë të këtij emisioni, sonde është data 6 mars edhe na me kënaqëri dhe respekt për kulën para veprës së familjes Jashari, aty në Qiran dëshmor që na sot festojmë data, festojmë festat pavarësisë, festojmë çdo gjë të bukur që e kemi në këtë vend. Lavdi këtë dëshmorëve të kombit, e në veçanti respekt dhe kënaqëri dhe për ulje për familjen Jashari, meqense jemi sot në ditën e 6 marsit, ku edhe shënohet epopeja e lavdishme e UÇK-s. Sonte me mu e kam ftuar me fol njërin prej teologëve që unë e du dhe respektoj mas shumti, e du dhe respektoj se e ka bo vetën edhe me formën edhe argumentet që na i sjell neve si publik edhe njerëzve që e ndjekin dhe përcjellin, e ka bo që me pas venin e vet dhe respektin që njerëzit e kanë për to. Sonte me mu Ardian Sidiu, teolog, njëkohësisht edhe imam në Ferizaj, në njënën prej xhamive të Ferizajt. Mirë se erdhe, Ardian. Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se u gjeta. Fillimisht më jeni të falenderoj për ftesën, t'ju përshëndes juve, stafin tuaj dhe gjithë ata që na përcjellin këtë emision, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Faleminderit shumë. E thash në hapje që sot shënohet epopeja lavdishme e UÇK-s. 6 mars ka filluar dje me 5, 6 edhe 7 mars. E dim çka ndodhi në këtë familje, e dim që u zhvillua ngjarja në këtë familje tash 27 vite më parë. E dim që ran heroikisht ata që sot na e kemi këtë liri, agjerojmë Ramazan të lirë, domethënë të pa presion edhe pas një torturë as fizike as psiqike për asnjë armikut. Lufta UÇK-s dhe pushka e lirisë, na sot edhe po flasim ndoshta bashkë dhe jemi edhe këtu dhe me diskutu dhe me respektu edhe këtë epopej. Padyshim se herë që vjen kjo datë, ne e kujtojmë me dhimbje dhe krenari. Me dhimbje për shkak se shuhet një familje pothuajse e tëra për lirinë dhe pavarësinë e vendit të vet, dhe e kujtojmë me krenari sepse është shembulli më i mirë në historinë e kombit shqiptar se si luftohet, qëndrohet për liri dhe pavarësi. Ne jemi mirënjohës pafundësisht ndaj gjithë atyre të cilët sakrifikuan gjithçka që patën nga jeta e tyre dhe në fund jetën e tyre, në mënyrë që ne të frymojmë të lirë. Dhe kjo mirënjohje duhet t'i përcjellet edhe brezave në vijim, sepse pa kontributin e atyre, pa Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, sigurisht se ne sonte s'do t'ishmi këtu. Po t'ishmi dikun tjetër, ndoshta një format krejt tjetër, një gjuhë krejt tjetër, një kulturë krejt tjetër. Por fal atyre njerëzve të mëdhaj, që Zoti ka zgjedhë dhe janë dëshmorë të kombit, ne sot frymojmë lirshëm, flasim në gjuhën e nanës, diskutojmë për vlera familjare, shoqërore, fetare, kombëtare, kështu me radhë. Pra lavdi të përjetshëm. Fetarisht, ai cakton Zoti këta njerëz me u bë kurban që thojmë na për vend vet apo kalitën? Shahid Dlliku është grada më e madhe që mund ta merr njeriu në jetën e kësaj bote. Që del me këtë gradë për kësaj bote, dhe padyshim nuk është grada e cila arrihet lehtë. Një përzgjedhje paraprake vjen prej Zotit Madhreshëm. Formohen, rriten me frymën e tillë, me burrnin, me cilësi se si mbrohet vendi. Dhe pastaj vjen një moment që Zoti Madhreshëm e shpërblen me gradën më të madhe të mundshme që është dëshmori. E dini që në ditën e gjykimit shumë prej njerëzve që kanë bërë vepra të mira do t'ja marrin lakmi dëshmorit për shkak të shpërblimit madh që ka te Zoti Madhreshëm, dhe njëkohësisht e ka edhe mirënjohjen të njerëzit, por te Zoti Madhreshëm më shumë. Pra Zoti Madhreshëm këtë gradë të madhe si jep gjithkujt. I ka përzgjedh paraprakisht, i ka frymëzuar gjatë jetës, i ka kalit për misione të tilla, dhe vjen një moment dhe ato vdesin që vdesin burrat e mëdhaj të vendit. Ardian, jemi në këtë fazën ku edhe liria po na u gjykohet. Ta kam përcjell një thirrje që e ke bën xhami për protestën e fundit që ke për krerët e UÇK-s që po mbahen padrejtisht në Hag. Edhe çaj fjalim i yti më ka bërë që ndoshta më të ftu edhe në Ramazan, po edhe me fol edhe për Ramazanin, po edhe për çështje tjera që i kemi për ditë rreth nesh. Më pëlqej fjalimi që e bën, më pëlqej thirrja që e bën se duhet jemi në protestë dhe duhet jemi krah të drejtës tonë, po cili është mendimi yt? A jemi ty për krah sa duhet që të kategoritë njerëzve? A duhet me bë më shumë na si shoqëni, apo cili është
ajo që ti ndonë zonë dhe me neve? Janë një 2-3 çështje që ndoshta duhet me diskutu tash me ty edhe për hir të publikut. Unë mendoj nderuar se ne si shoqëri nuk ja kemi dhënë hakin sa meriton ushtria shqiptare e Kosovës. Nuk kemi arrit dot që të artikulojmë mendimin në kozion të brezat, se po bëhet fjalë për një gjenerat më të suksesshme në historinë e kombit. Dhe po bëhet fjalë për një ushtri e cila e ka lidh fatin e popullit të vet me jetën e tyre. Dhe ne kemi bë pak këtë drejtim. Sado që të bëjmë për ta është pak për neve, dhe në anën tjetër nga prizmi politik, unë qysh në fillim kam shkruar për gjykatën e Hagës, kam shkruar më herët në përshkrime të ndryshme, edhe unë kam pasur një tentativë për ta njollosur ushtarin, sepse nuk mund të njolloset e prori pa u njollosur ushtari, dhe nuk mund të njolloset generali pa e njollos e prorin, dhe nuk mund të njolloset ushtria pa ja nënshmu generalin, dhe nuk mund të nënshmuhet lufta pa ja nënshmu, do me thonë, çlirimtar, luftëtar. Kokën. Do me thonë, është një projekt begi perfid, se si të nënshmohet komplet një histori, e cila për neve, për kombin tonë, për popullin tonë, është periudha më lavdishme historisë së kombit. Dhe të tjerët normal, nuk ja dojnë të mirën këtij vendit, është propagandë e madhe i gjithandej botës, që vjen për qarqeve të Serbisë, dhe dojnë me ataku zemrën e një historie të madhe si që është lufta shqiptare e Kosovës. Dhe ne kemi bë ato që na ka taku me bën si xhollar, kemi bë apel në hutbë të xumas se ja sot ja kur duhet të dalmi në krah të ushtrisë shqiptare të Kosovës. E kam thënë publikisht dhe për përsëriti, për mua i nderuar, një ushtar i cili e ka vesh uniformën e ushtrisë shqiptare të Kosovës e ka një meritë e jashtëzakonshme deri në ditën kur dalte Zoti Madrishu. Dhe gjithë kam qef me po mirë, edhe ndi një farë përullësie ndaj tyre, sepse nuk ka qenë letë të vishët ai petk në rrethana jashtëzakonisht të vështira, ku ka qenë në pyetje jeta. Nëse ne s'ke mund të ndihmojmë në vijat para të frontit për shkak të moshës edhe për shkak të rrethanave, atëherë do të jetoj deri në ditën e gjykimit me respekt ndaj tyre dhe i ftoj të gjithë popullin dhe gjeneratat në vijim që të kenë respekt, sepse me të vërtet meritojnë respektin më të madh të mundshëm. Në aspektin fetar, po jap një shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëri me autoritet të madh. Njerëzit që kanë jetuar me ta e kanë ditë për çka po bën fjalë, dhe kush është ky person. Vetmit për ushtarët e Bedrit u shquan kam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thonë, nëse të gjithëve ja japmi meritën këtë dunjë këtu nëse ja japmi. Nëse gjithë ja kompenzojmë kontributin, për shembull mësuesit ka vlerë të madhe ja kompenzojmë në një farë forme. Artistit, ku e di çka, mirë po me çka t'ja kompenzojmë vlerën ushtarit e me çka t'ja kompenzojmë vlerën dëshmorit ai cili në kombesin tonë. Pra ai ka një meritë të madhe dhe ne duhet ta respektojmë mënyrë më të mirë të mundshme dhe po jetojmë këto ditë të lidhur me agjërimin, me Ramazanin, dhe ne jemi me njos ndaj tyre, të lumtë ata të cilët Zoti i Madhërisht i ka përzgjedh që të janë dëshmorë të Zotit të Madhërisht dhe të sakrifikojnë jetën për vendin e tyre, dhe ne jemi me njos pafundësisht ndaj veprave të tyre. Çka do të me bëj na si shoqëni hoxh, që me mund me u barazu në këtë respektin tonë që jemi na pak kena mos me njosa na si shoqëni kështu. Do të harrojmë shpejt ose kemi një farë të metë që na ka përcjell kështu gjenerat mas gjenerate. Ndoshta kemi një, nëse mund me thonë thuajza, një defekt që kemi trashëguar historikisht. Ne gjërat e mëdha harrojmë shumë shpejt si popull. Për këtë arsye dhe kemi të pasaj të vështirë të artikulojmë mendimin rrjedhat që vinë më pas. Për shembull, kush ka mujt të imagjinon për shembull që në liri mund të vyet në pikpyetje kontributi ushtarit. Cili popull progresiv në botë e ka përgatit një gjenerat që ka mund të konteston luftën e tyre. Edhe shpejt, edhe shumë shpejt. Si ka 200 vjet kjo. Shumë e kjo. Imagjinoje, 26 vite, gati po i bojna për shembull, mas luftës, edhe me ekzistu njerëz, me diskutu, me vy në pikpyetje, rolin e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të ushtarën në veçanti, atëherë kjo për mua është një trishtim i madh. Është një gabim fatal, edhe është një mosminjohje e cila ndoshta do të na sjell pasuja të mëdha në të ardhmen, sepse nëse sulmohet platformat e rëndësi ka ajo që mbi platformë.
nëse kputet rënja që lidhje ka dega për shembull, kur e thahet mënyrë natyrshme. Nëse ne për shembull këtë sakrificë të madhe, sublime, të paparë ndonjëherë në histori, sepse s'ka qenë lehtë të artikulohet dhe të vihet këtë moment, nëse ne kontestojmë nga gjiri popullit tonë, nga njerëzit tonë, atëherë çfarë mendimi kanë tjetër më për këtë çështje? Çka presim na për armiqve tonë kur flasin për historinë tonë kështu më A radhë? mula me hi hoq tash ai ashtu në gjyna si shoqnina me këtë kategori, të i përfshi edhe invalid, edhe veterant, edhe dëshmorës po flasim për atë kategori tjetër se nuk kemi të dhoni respekt. Mos mirënjohja është mëkat i madh. E mëkati përkthehet në gjunash, përkthehet në aspektin në gjuhën popullore. Domthonjë që të jemi të qartë për atë që na dëgjojnë. Mos mirënjohja është për mëkateve të mëdha në Islam, për gjunave të mëdha. Mos mirënjohës mund me qenë ndaj Zotit, për të mirë që t'i ka dhënë ti përmbys. Mos mirënjohës mund me qenë ndaj familjes, prindve që të kanë edukuar, kanë rritë ti mos mirënjohës. Anëtarë familjes dhe mos mirënjohës mund me qenë ndaj tyre që kanë kontribuar për ty direkt në jetën tënde. Dhe ti pastaj shkel mbi kontributin e tyre. Dhe mos mirënjohja më e madhe është kur ti shkel mbi gjakun e tyre të cilët kanë filiju për ty. Pse vlera dëshmorët është e madhe? Sepse në këtë dunjë ndërun, shpesh njeriu del në treg dhe kalkulon përfitime. Kalkulon, me përfitu diçka. E vetmi që del në tregun e betejës dhe s'ka shka me kalkulu, është dëshmori. Atëra nuk meriton respektaj, a nuk është gjëna, për shembull mëkat, edhe në aspektin islam, që ne të flasim për ta, për nderin e tyre, për punën e tyre, a nuk është mëkat që na për shembull të sillemi keq me familjet e tyre, a nuk është mëkat ta shohim për shembull një invalid lufte, sepse është interesant kjo çështje. Zoti Madhreshëm i ka dhënë intuit njeriu të solidarizohet në raste vështërsie. Për shembull, e shohim një njeri me aftësi kufizuese. Në mënyrë të natyrshme, por derisa jemi normal si njerëz o fjalë, na kemi dëmshurinë ndaj tij. Po, se jemi qani humor. E tash, imagjinoje për shembull, një njeri, domethënë, tashmë me aftësi të kufizuara, që deri para pak kohe ka qenë shëndosh e mirë, por ai ka dalë në tregun e betejës për vlerat e popullit vet dhe ka humbur një pjesë të trupit. Atëherë, çfarë respekti po mendoj ka ai pra? Që i ka pas dhe i ka dhënë. A nuk meriton shumë? Pra unë mendoj që si popull, si shoqëri, pastaj si shtet, nuk ja kemi dhënë meritën sa e kanë merituar atë njerëz. Hoxh, dalim tash në tema tjera, po rrim prapë të njeriu se s'kem kam jamaj. Domthon pse njerëzit janë kanë herë mos minjosa? Ta kesh përdorur për shembull besimin, ta kesh përdorur pronën tonë materiale, ta kesh përdorur ndoshta idenë tonë, mendimin tonë. Pse ndodhi një njeriu si qenie e lartë me vedije, që ka kriju Zoti, janë për qenieve më sofistikuar në botë, edhe arrin me kon ignorant, mashtrues, profiter, shantazher, gjithçka. Shumë interesant. Ekzistojnë shumë faktor që e bin njeriu në këtë pozitë që të jetë mosminjos, shantazues e gjithçka tjetër. Për shembull, imagjinoje, Zoti Madhreshëm e ka kriju njeriu. I ka dhënë gjitha epitetet që meriton një krijesë më e bukur, që e don Zoti Madhreshëm. Dhe e ka bën misionare. Ky njeri, një ditë prej ditëve, e harron krijuesin e vet. Është mosminjos ndaj krijuesit vet. Kur ai e mohon të madhen, atë vogla si shefiç. Për shembull, nëse gjen një njeri i cili është mosminjos ndaj Zotit për të mirat që ka dhënë Zoti, ja ka dhënë jetën, e ka kriju në formë më të mirë të mundshme, ja jep mirat e kësaj bote me shiu. Dhe ai e mohon Zotin, atëherë çysh komi pa ai të vogla në jetën e kësaj bote. Dhe njerëz të tillë na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se më së shumti që do të nënshmohen në ditën e llogarisë janë mosminjosit. Ato do të nënshmohen, do të përbuzen. Pse? Sepse ku ka me kërkuaj pastaj shpërblim, krenari, nëse ai ka shkel me dy kam mbi kontributin e tjetrit. Pra thjesht ai ka hyrë në një zonë të rrezikshme, ku ka dalë nga vetja, ka marrë çka ka dash, ka marrë çka ka dash, edhe ai jeton me një lloj turpi që i vjen momenti dhe kupton, por kur ta kupton që të jetu me turp, është vonë për te. Njerëz të tillë ka plot, sidomos në kohën tonë bashkëkohore, ku dyftësia është shumë e madhe, është ngrit doza dyftësisë, mungesa e formimit, mungesa e konsolidimit të aspektit edhe mental edhe shpirtëror edhe moral, dhe njerëzit janë bërë në një forme jo konsistent ndaj vlerave,
Në këtë kohë shfaqën këta njerëz, por ne nuk ban të ndalemi që të ndihmojmë, ta promovojmë të mirën dhe t'ja lëmë ndërgjegje atyre sepse fundit mos mirënjohësi asgjë si ka bë dëm. Atina tjetrit, çai ban vetvetes. Sepse vjen me një moment që të gjitha ato të mira që i ka i zhdukon për dorës dhe pastaj s'ka mos në cilën derë të traket. Pra është një dhembje e madhe kur ishin njerëz të tillë, e mos mirënjohja është begi mëkat i madh të Zotit. prej krijesave të Zotit, cilën e don Zoti më shumë, dhe cila është mas nalt degraduar. Pe krijesave në përgjithësi Zoti Madhërisht më së shumti do njeriu, si qenie njeri. Domethënë më së shumti. Edhe më shumë si angjujt. Edhe më shumë se angjujt. Domethënë angjujt janë krijesa të cilat janë krijuar për misione të koduara, që ta shpjegojmë domethënë në publik. Po. 3 llojet krijesave janë këtë dunja. Pastaj janë llojet më natyre. Krijesat të cilat kanë përardhur prej drite, janë fluror, Po. janë me lajkët. Dhe angjujt, janë botë tyne, me misione të mëdha. Krijesat lavdishme të mëdha, ku diçka zbojnë mëkate kështu me radhë. Pastaj vjen mas tyre vjen krijesa e cila ka përardhur prej materiës së zjarrit, që është bota e gjinëve, shejtanëve, dhe llojet e tyre. Dhe vjen krijesa njeri. Nëse lexojmë Kur'anin famëlar, e gjejmë se Zoti Madhërisht më shumë e favorizon njeriu sesa me lajkët. Nëse lexojmë dhe studiojmë. Pse? Pse? Sepse njeriu është krijesë komplekse. Është krijesë e përzgjedhur e Zotit të Madhërisht dhe ka një mision që se kanë me lajkët. Njeriu ka mision të madh. Një prej misioneve që ka njeriu është njohja e Zotit. Ndërtimi i kësaj jete të shkurtër dhe lidhje me botën e përjetshme. Domthonë, ky është misioni më fisnik që mund ta ketë një krijesë. E që quhet njeri. Imagjinoni për shembull, Zoti Madhërisht me lajkëve si ka zbrit librat e shenjta. I ka zbrit njerëzve. Por i me lajkëve nuk ka pejgamber. Ka ndërmjetësues që Zoti Madhërisht me ka zgjedh Xhibrilin për shembull, mja pru shpallën pejgamberit, por s'ka pejgamber mes tyre. Sepse ato janë të koduara. E adhurojnë Allahun Azza wa Jall për ditës parë, dhe në ditën kur shkatërrohet dunjaja, s'ndryshon qëndrimit tyre për Zotin e Madhërisht, as forma as mënyra adhurimit. Ndërsa njeriu ka potencial dualist të ndryshëm. Fatkeqësisht zhvillohet në anë kundërt, me dashur zhvillu për këtë zhvillohet. Por që Zoti Madhërisht e don këtë njeri dhe ai ka folur në Kur'an në superlativ për njeriu. I nderuam shpëtim, nëse don me ditë kush je si njeri, veç lexoje Kur'anin dhe shife sa bukur të përshkruan Zoti Madhërisht. Ta përshkruan prejardhjen, ta përshkruan potencialin, ti përshkruan vlerat, sa i vet ka kriju. Po dhe në anën tjetër të përshkruan se sa i do mund me kanë ti. Dhe një prej përshkrimeve negative që Zoti ja ka bën njeriu, ja përshkruan, ja përmend cilësinë e mosmirnjohjes. Thotë ky njeriu është mosmirnjos. Domethënë shpesh herë kalon me të abortjetë dhe bëhet mosmirnjos ndaj shumë mirave që ja ka dhënë në jetën e fundit. Pra pikërisave më së shumti i do Zoti njerëzit, sepse njerëzit kanë mision bege të madh. Aja që e mashtron njerin këtë dunja është liria. Shife për shembull dallimi mes neve dhe me lajkeve. Me lajkat s'kan liri. Nuk kanë mundësi të gabojnë, janë të koduara. Ndërsa aja që e bën njeriu nganjëherë të rrshet në analet gabume të jetës është liria që Zoti ja ka dhënë. Dhe Zoti Madhërisht thon Kur'an, ja përmend prej artët, e kam krijuar njeriu, ka kaluar një kohë gjatë dhe njeriu s'ka ekzistuar si diçka i përmendur. As se kanë ditë me lajkat që ka njeri, s'ka ekzistuar. Thotë e kam krijuar njeriu, e kam formuar, ja kam dhënë shpirtin, ndërgjegjen, ku e diçka, dhe e kam prunë thot jetën kësaj bote mes dy rrugëve. Ja kam shpjeguar të drejtën dhe të padrejtën. Dhe kam lënë të lirë të zgjedh njeriu. Dhe njeriu shpesh herë ban gabime, është mosmirnjos dhe gabon. A thuhet që e ndërton trupin e angjëjt deri te koka, mandej në kokë është një shpjegim, është një shpjegim që ka ardhur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se Zoti Madhërisht e ka krijuar njeriu me dorën e vet. Tash fjala për shembull kur i referohemi Zotit, që të jemi të qartë. Ne nuk mund ta imagjinojmë një Zot me dorë, i cili i përngjan krijesave. që ka i dorë. Për shembull faktori kohës, ku e diçka mënyra lodhja nuk është kështu. Zoti Madhërisht më ndryshe për asaj që e përshkruan mendja. Po tash ka në transmetim se e ka kriju dhe ne e besojmë. Pastaj Zoti thon Kur'an e kam krijuar njeriu në formë më të mirë të bukur, të mundshme. Imagjinoje për shembull, sikur ti kish thënë njeriu të pikturoje veten. A kish ditë ta pikturon? S'ka pas model ku me mor modelin. Shumë interesant. Domethënë s'ka pas model, edhe mendja e njeriu nuk kish ditë me projektuar një njerëz të tillë.
Pyetni ato që mirën me shkencë, për shembull. Kush është njeriu? Se Zoti i Madhërisht në Kur'an thot, në veten tuaj keni argumente se Zoti ekziston. Edhe fton njeriu të analizojë veten. Mos shko nal, sepse nalta është jashtë potencialit tanë. Jashtë Po mundësisë. nalu nesh mundësisë. Pse çka do me bëti? Do mi qit perimetër të tokës, qiellit për shembull. Truni është i vogël. Fakt, do më u shkriju për mision tjetër. Pse a mund ta di sa polçe janë për shembull, sa perimetri tyre, sa distanca tyre, sa miliarda yje janë. Shkenca po thotë që ka planete dhe yje në galaktik, sa ka kokra të rërës nëpër këtë tokën. Po është e mundshme, Më thonë është në pafundësi. pafundësi. Edhe Zoti ka përmend në Kur'an këta. Edhe çfarë thot njerit? Thot krijimi i tokës dhe qiellit është më kompleks se krijimi juve. Ky argument shumë i madh. Edhe ne po e sqaroj. Po. Për shembull, keni po në anatomi, në psikologji, në psikiatri, dhe shkencëtar diskutojnë gjatë për neurone, për nerva, për ku e di çka thonë, kapacitetin e trunit, beki kompleks, ku e di çka. E në fund kur të nalet analiza shkencore, Allahu po ju thot njerëzve, e toka dhe qielli janë më komplekse se ju. Nëse ty të befason struktura jote komplekse, dhe je komplekse që në ri, atëherë mos harro se toka dhe qielli janë më komplekse se ti. E ai që i ka kriju është shumë preciz, Rabbul Alemini, dhe ai s'ka kriju asgjë kot e kot. Do më thonë njeriu është kompleks, po gjithësia hala më komplekse. Fakt, të më thonë nësi referohemi Kuranit, a di që shërë kjo punin dhe unë, në shembull thjesht, për shumë me arë në këtë objekt ku jemi na, se ka sa objekt i bukur. Edhe unë për herë të parë jam këtu. Me mohu arkitektin, edhe me mohu inxhinierin, dhe me thonë këtu s'ka ekzistu dorë inxhinierit, as arkitektit, ka ardhur rasisht. Çka më kishte thonë ti mu? Kishte thonë ky ka mendje lehtë. Pse? Sepse po e mohon punën arkitektit, inxhinierit dhe një numër të madh të njerëzve. Atëherë nëse njeriu vjen këtë dunja, edhe e shef arkitekturën e qejve, të tokës, e shet dizajn e bukur të maleve, të fushave, të lumejve, e shet dizajn e bukur të vetvetes. Edhe thot s'ka arkitekt kjo botë, çka mund me kanë ky njeri? E mohon Zotin, çka mund me kanë ky njeri? Atë çfarë aftësi mund me pas ky, i cili e mohon domthon arkitekturën e Zotit të Madhërisht. Dhe tash krejt ky kompleks që posedon njeriu, si krijesë komplekse. Kur ta mahnit njeriu, dhe pse sot shkenca po thot vetëm 0,3% nifët bota. Sigurisht. Merë men sa pak. Edhe na befason. E Allahu po thot kur të befasoheni me vetveten tuaj, se sa kompleks jeni, mos harroni se toka dhe qielli është më komplekse se ju. Është hala më komplekse. Absolutisht. E dora e Zotit të Madhërisht. Është sundimi i tij dhe është projekti i tij. Qysh komunikoni hoxh me ju besimtarët për shembull? A është vështirë me komuniku me ta? Ma di me laj ateist, që nuk beson Zot. E di qysh, nuk është vështirë, jo pse ka argumente ai. Po nëse ai do me mohu diçka, nëse për shembull unë du me ta mohu ty këta, ti këtë argument më prunë, nuk më vendos me ta mohu. E kom vendosë Pra, mos me... nuk është që ti s'ki argumente. E qartë. Po unë kam mbyll derën Po ti si beson argument do Atë mandej? ki qartë me thonë. Ateizmi, unë mendoj se logjika më minimale që mund ta posedon është logjika ateizmit. Logjika më minimale që mund ta posedon është ateisti. Këshirë anësh, sepse ti nëse mohon, do të me shku në zinxhir, Sigurisht. do të me mu zinxhir. Kur ta mohon zinxhirin, ku del? Te asgjëja. E pe asgjë s'ka erdh. Para do të me mohu tokën, do me mohu qejtë, do me mohu lumej, do me mohu vetveten. Bile do të me shku as larg në argumente me mohu vetveten ata. Me thonë unë nuk ekzistoj. Nuk jam të jetu. Fakt, nëse ateizmi ose ateisti mund me të pru fakte se ai nuk ekziston, Zoti na ruajt atëherë do të me ina dyshimi se po një me nuk po ekzistoj ka edhe Zoti dhe bota tjetër. Po ai është përballë teje. Dhe sunet ç'bën argumente që është përballë teje. Pra unë mendoj se ateizmi nuk është as dije, as shkencë, thjesht njeriu do m'ja mbyll vetes Derën. derën, edhe pastaj nuk kemi përgjes na mbi për argumente. Cilës njerëz nuk i fal hiç Zoti, nuk negocion me ta. Simbas asaj që ka përshkruar Kurani famëlar. Zoti i Madhërisht e përshkruan veten si i mëshirshëm, falës, bujar. Mirë po e ka shpjegu se nuk e fal ata i cili e ka mohu Zotin e Madhërisht. Tash kjo tingëllon ndoshta e vrash në popull, pse Zoti i Madhërisht nuk e fal dikan dhe ndeshkon me xhenem. Unë kam vetëm një kundërpyetje, e cila ndoshta është temë dhe diskutimit. Nëse ti e ke mohu Zotin, pe ku kemi kërkuar mëshirë? Nëse ti e ke mohu Zotin, Sakt. prej kuj kërkon mëshirë?
Pra, se kjo ka argument logjik për këtë çështje. Ti e ke mohu xhenetin, çish po shpreson për diçka që e ke mohu? Unë për diçka që nuk e besoj, nuk shpresoj. Për diçka që nuk e besoj, unë nuk shpresoj. Dhe tash, vjen për shemb njeriu në jetën e bote dhe i prek kufit e lartmadhërisë Allahu xhallahu ala. E mohon krijuesin. Abuzon me krijuesin, ofendon krijuesin. Edhe në një moment e kupton që për kësaj bote ka me dal dhe ka botë tjetër, atëherë ndër të kuj kërset. Për këtë arsye Zoti Madhreshëm ka thënë Kur'an, Kur'an thot, o ju robët e mi të cilët e keni tepruar me gjithçka, mos ju jepni shpresat se Allahu fal. Për jashtim atij që vdes me kufër ose i ka bërë shirk Allahu xhallahu ala. Pra mëkati më i madh që ka njoft historia e njerëzimit është mëkati i mohimit të Zotit të Madhreshëm, sepse s'ka falje për ata që mohojnë Allahun xhallahu ala, ndërsa mëkatet e tjera se bote shpresojmë te Allahu subhanahu wa taala që të na fal, të përmirësohemi sa të mundemi, të shkojmë me dinitet te Zoti i Madhreshëm. Në këtë jetë duhet me jetu me dinitet, sa më pak gjënoa, sa më pak gabime i më i dinitetshëm, dhe më i dinitetshëm shkon te Zoti i Madhreshëm, e runa Zoti të mohu dhe me dal. Veprat e mira janë aty fshin mëkatet. Po e nxomnjoni ka bë plot mëkate. Po ka bërë plot mira. Çish barazohen në fund me është një shpjegim në shariatin islam. Se Zoti i Madhreshëm ka thonë veprat e mira i lshyen veprat e këqija. Por të janë në proces. po. Proces e sipër. Shife për shembull, na ku flasmi për botën e ardhshme. Shpeshherë e imagjinojmë atë botë sikur se me kon kjo proceset. Por te Zoti i Madhreshëm s'ka faktor kohë. Sa i gjykon, si duhet koha, si duhet për shembull hapësirë. E qartë. Dhe tash, kjo shpjegimi se mëkatet punët e mira i lshyn veprat e këqija, po ta hap një shembull thjesht se si shpjegohet në aspektin islam. Për shembull, nëse njeriu ka gabu paradite, për shembull ka përgoju, ka shpif, ndër të dikujt tjetër për shembull. Edhe ky për një moment, i bën nërmend se ka bënë gabim të madh. Dhe çka thot? Thot për shembull, po jap një 10 euro sadak, me shpresë që Zoti i Madhreshëm ma fshin këtë Më mëkat. fal që e bona e gabim. Shumë e qartë. Si shembull. Dhe Zoti i Madhreshëm po thot, veprat e mira i lshyn veprat e këqija. Qëre sa është i mëshirshëm Zoti, se kur e studiojmë këtë çështje vëllezër, i nderuam, vim në përfundim Zoti na rujt, se ata të cilët bëhen nesër banor të xhenemit, me të vërtetë s'kan merituar atë vend tjetër. Sepse aq kanë pas mundësi dhe aq kanë pas shanca këtë dunjë që ta arrijnë mëshirën e Allahut azza wa jall, pa ja ka mbyll derën vet dhe ka qenë meritor për dënimin që pson. Për shembull, ka thon Zoti i Madhreshëm, dhe thot pejgamberi sa 5 kohë namaz, pe namazit namaz, Zoti i Madhreshëm e pastron njerin për mëkateve. Sadaka, bamirësia e pastron njerin prej gjunave, prej metave të bote. Ndihma ndaj tjetrit e pastron. Fjala mirë e pastron njerin prej mëkateve të bote. Ndihmesa ndaj tjetrit, agjërimi, haxhi, për shembull, veprat e mira, ndihmesa studentëve e pastron njerin prej mëkateve. Dhe ky çka ka bën ky njeri? Asnjënë për të punën se ka bën. Se ka bën. Atëherë çka meriton ky nëse del prej së bote pas të mirë? Vjen vdekja, hoxh. Vjen vdekja dhe na shpesh jemi njerëz që ndëgjojmë raste. I vënohet momenti i fundit me shpirt, hek zor ose ka vështirësi me u drejtu për atë tjetër botë. Pse ndodh që kjo vonesa? Ndodh për shkak që do më të pa kohë Zoti me do mundësi, edhe pak mundësi, apo që ke bë punë jo të mira që është njët kështu dragonin do popullor. Që t'jemi të qartë Që thojmë preja i kurban se po nuk ka dhe me dek. Ose sadaku se po, subhanallahu. Nuk mund t'ja shtymi në vdekjen, t'ja vanojmë as t'ja përshpejtojmë. Por që të lutemi për te është çështje tjetër, se janë dy tema ndryshme. Po. E para që po du me sqaru këtu me që ju pyetët, dalja prej kësaj bote shpesh herë nuk është argument që e determinon se është i mirë është i keq. Që t'jemi të qartë para njerëzve. Sepse ka mundësi në jetën e kësaj bote njëri me kanë shumë i keq. Po. Edhe del për kësaj bote pa dhimbje hiç. Shumë interesant. Pse, siç ka thonë pejgamberi sa në ditën e gjykimit, Zoti i Madhreshëm i thotë robëve të tij, atyre që kanë qenë të keq, thotë unë të kam mshiruar edhe në momentin e vdekjes, ama sot nuk i mshirë unë. Ta kam letuar edhe vdekjen, por ti ke qenë mos minjos. Dhe tash ndëshkimi është më i madh se sa i botës së përjetshme. Dhe thotë pejgamberi sa ka disa robë, njerëz të Zotit të Madhreshëm, që meritojnë grada të mëdha në xhenet. Dhe Zoti i Madhreshëm për t'ia testu besimin, i sprovon në shtrat të vdekjes.
dhe bege kanë vështërsi me dalë prej kësaj bote. Në lutmi të Zotit Madhërisht që më na marr shpirtin me kallëlik çdo populli, let, me vepra të mira dhe me dëshmi se s'ka Zot tjetër për veshti dhe se Muhamedi është dërguari i tij. Po nëse Zoti na ka vendosur ose ka përcaktuar që të na sprovon, ne lusmi që Allahu të na jap durim, sepse në momentet e sprovës Zoti Madhërisht e çel një kapitull 3 për ata i cilët u sprovu. Një kapitull të madh të vlerave. Milionit ju a themi nderuar se njeriu më i madh që ka shkel këtë tokë ka qenë pejgamberi alayhis salam. Nuk vjen mas timonieri se ai. Ai ka pas vështirësi duhet dorëzu shpirtin. Sepse me dal pse botë nuk ka lehtë. Ai ka pas vështirësi të mëdha. Siç transmetojnë transmetuesit, thotë i kemi hedh kofe me ujë në trupin e tij, edhe domthon uji është terë në trup për shkak temperaturës së madhe që ka pas. Dhe e pyet njëri pe shoh thotë ja Rasulullah, po të shohmë se po hek shumë. Ai jep një përgjigje. Thotë jam të vujt sa vujin dy njerëz më të fortë të njerëzimit bashkë. Pra domthon double. E kam vujtin. Pse? Sepse pozita pejgamberit të Allahu shumë e madhe dhe ajo është shembulli se si durohet për hir të Zotit Madhërisht dhe se si ruhet gjuha dhe kontaktin me Zotin e Madhërisht. Pra edhe në sprova ne ruajmë ekuilibrin me Zotin, e ruajmë lidhjen me Zotin e Madhërisht dhe shpresojmë falje, sepse edhe në rrethana të lehta i nderuar me dal prej kësaj bote nuk është lehtë. Zoti Madhërisht e njeh procesin e njeriu që pi para fillimit deri në fund ku përfundon. Dhe ky Zot që ja ka projektuar trajektorin e jetës njeriu, edhe para se me qenë shpirt, dikur shpirt, pastaj trup e shpirt bashk, pastaj me mendje këtë dunjë, pastaj ndan trupi dhe shpirti në varr. E kështu me radhë, Zoti e njeh. Ja ka përmend një 4 çështje që janë trana për procesin. Një prej çështjeve trana që Zoti ja ka përmend stacioneve ku ndalet trupi, shpirti i njeriu, është dalja prej kësaj bote. E dini pse është e rënë? Jo për shkak të vujtjeve, po për shkak se njeriu ambientohet me këtë jetë. E don familjen, e don shoqërinë. Imagjinohu sa me këtë vend të bukur me tar moment me thon dil mos se s'kishte këtu. Por nuk është lehtë me përjetu ndarjen, me pajtu me këtë fakt. Mirë po për besimtarën është shumë çështje thjesht. Pse? Po transferohemi prej një bote të ngushtë, prej një misioni që duhet me përfundu herët apo vonë, dhe po shkojmë në një botë të përjetshme atje ku s'ka ndarje, s'ka pikëllim dhe s'ka mërzi. Kjo është rruga e besimtarit dhe ne lutim Zotin që të na forcon. Duhet më frigu vdekjes. Natyrshëm i fiksohemi vdekjes. Po duhet. Por Kurani thot, Kurani nuk na frikson me vdekje. Që ta shpjegojmë për njerëz. Zoti Madhërisht nuk e ka kërcënuar njerin me vdekje. E di pse? Se për diçka që s'varet pe ti Allah nuk kërcënon. Pse më të pyet ty? Pse do të më kushtu? Shumë, pse do të më të kërcënu me diçka që ti s'ki gish në ta? S'është dorën tonë. Për shembull, a mund të fajsohet pse ka lind njeri? Kur lindja është caktimi i Zotit Madhërisht. Dhe a mund të fajsohet njeri pse vdes? Jo, pra Zoti Madhërisht nuk i thot njeriu të ki frikë vdekjes. Po thot ki frikë asaj që vjen mas vdekjes. Pse? Sepse mas vdekjes matet pesha e jetës tonë. Kanë më mbajt veprat e tua, ka më të vit karta e jetës për botën e përjetshme, ka më të dashur me një farë municion për botën e përjetshme, veprat e mira, dhe kjo është frikë, sepse kemi frikë për shembull vallë a ja dalmi. A e di nderuar ç'është kjo jetë? Një mision shumë i madh, ku më na çu diku me një mision. Edhe ose në dita diplomimit e ke pa, në një fakultet shumë i rëndë që gëzohesh ti. Edhe gjuhën kapele thotë ja dola një mision e kryta në këtë dunjë. Jeta është mision. E di sa është interesant kur e kryet misionin, edhe e shef që e ke fitu betejën me të ardhmen, është gëzim i madh. Pra njeriu duhet të ketë frikë çka mas vdekjes. A kemi qenë besnik me jetën? A kemi qenë sinqert me jetën? A kemi qenë besnik me Zotin? A kemi lënë gjurmë në trajektorin e jetës? Apo kemi ardhur këtë dunjë si shumë krijesa tjera pa efekt dhe pa efekt kemi shkuar botën tjetër dhe ndoshta se kemi merituar ata të përjetshme. Pra do të friksohemi çka pas vdekjes, por jo vdekjes, sepse vdekja nuk është në dorën tonë. E por diçka që është në dorën tonë, pse do të më bëj barr këtë çështje? Për çka? Kur është në dorën tonë kjo? Nëse kemi lyp lindjen, as datën e lindjes, as vendin, as prind, kena ardhur me caktim Zotit. Edhe vallahi do të dalmi prej kësaj bote. Momentin kur ka thënë Zoti, formën kur ka thënë Zoti dhe vendin kur ka thënë Zoti Madhërisht. Kjo është çështje tjetër. Nuk ka mundësi, domethënë më shtyk kjo. Caktimi nuk ka mundësi më shtyk. Asnjëherë, një prej çështjeve që nuk ka gjeshtënjeri është afati i vdekjes. Afati, domethënë nuk varet. Hiç, s'varet për njerin. Edhe ai që bën vetvrasje? Edhe ai që bën vetvrasje. E ka caktuar domethënë momenti o fjala. Momenti, se tash ka dallim deri te procedura. Po. Pra po flasim për momentin. Për shembull, Zoti na thot në Kur'an,
as qinta të sekondit nuk mundesh mjashtu jetën dikuj, e as mja përshpejtu vdekjen. Kjo punë ka marrë fund. Është e prejnet e Zotit Madhreshëm. Dhe ku vjen ai moment, pastaj njeriu gjendet në rrethona të ndryshme. Njeriu mund të gjendet në rrethona ndryshme. Mund me kon fajtor dhe jo fajtor. Por momenti i vdekjes është I palevitshëm. i palevitshëm. Kush ka mundësi me ndërhy mja mojt shpirtin në trup njerit, ku shpirti nuk ka prunë e njerit. Një argument shumë thjeshtë, sepse sot tema këtu për me filozofu. S'ka lidhje. Po që mu kuptua fjala. Kush ka ai faktor që po mujka me ndalë trupin, shpirti mi dhanë rrë dhe pak se kush shpirti sa prunë e njerit. Cili prej krijesave e komandon shpirtin? Cila krijesë ka mundësi me komandu shpirtin? Edhe pejgamberin kur e pyetën për shpirtin tha nuk di. Pse asaj s'ka di? Shumë, sepse nuk ka kompetencë njerëzve. Pejgamberi sa ka qenë njeri, por i privilegjuar si pejgamber. Nëse ai s'ka ditë për shumë sene, atëherë kush ka me ditë për njerëzve thjesht? I tha Xhibrili, thuj nuk di. Shumë e qartë. Zbriti ajet në Kur'an, Po, sepse jehudët e asoj kohe, jehudët dhe krishterët, o temë gjanë kjo. Thanë kena me testu në 3 pyetje. po. Nëse përgjigjet, sa pejgamber. Okej. Do të thosh gënjeshtar. Një prej tyre tha çka mendon ti për shpirtin? Se Zotin te Dy vra, i diti, foli për dy. foli për 30, tha nëse të pyesin ty për shpirtin, çfarë tha pejgamberi sa? Tha nëse të pyesin për shpirtin, thuaj kjo është çështja e Allahut. Dhe askush s'di përveç Zotit Madhreshëm. Se sikur të përgjigje, nuk kupton se një farë prallagje, Një mashtrues. që një farë mashtrues, si astrologi që i flet Po. gjëra të kota për shembull. Por kjo çështje e di pse i nderuam, sepse në këtë dunjë janë disa kompetenca që Zoti i Madhreshëm s'ia kalon krijesave. Çka nëse prodhohet shpirti? Shqyr që se kem dorë në njerëzit se Fakt vëlla. do ishin mytu dek, do kishin jetu përjetësisht. I kishmi pa halo do kriminal mesin tonë. Që 800 vjet të jetu. Do më thonë kishin pa. Sinqerisht, kishmi pa shumë kriminal. Shumë. Ose kishmi negociu me vdekjen. Unë shpesh ju tham njerëzve në për biseda, që nëse është i mëshirshëm Zoti. Ja kam shef njerit momentin e vdekjes. Pse ja kam shef? Me largu frigën. Mi ja largu Me jetu frigën momentet. edhe me lana ta me shiu jetën. Unë e pra mora vesh një lajm, një djalë i ri, ka një iftar, isha musafir dikun, edhe i lën familjen me një vend me fëmijë dhe në rrugë vdes. Bandeshje. Edhe pe djeme më të mirë aty te territori. Dhe tash për shemb, imagjinoje, sikur Zoti na kishte shpjeguar neve, na kishte bërë ditur momentin e vdekjes. Çfarë ambicie kishmi pas për jetën? A frekshme. S'kishmi pas ambicie për jetë. Po Zoti na ka mëshiruar edhe në vdekje. Ka thonë s'është punë për ty kjo. Dije që në ditë kimë vdek, kujdesu që të zënë veprat e mira e vdekje, le gjurmë trajtorin e jetës, bën veprat e mira dhe mos e ki frikë se ajo me ardh. Pra e kalon dorë vet. Sikur të kish ndërhy në krijesë tjetër, kishmi bën negociata. Po shani kishmi mbledh në fshat në hajde ka orani me dek 1000 vet. Zgjedhuni 1000 vet se do me vdek ju. A kish pat kuptim kjo? Por Allahu xhallahu ala hiç se ka pyet njerin për këtë punë, as kur kemë ardhur këtë dunjë, as kur del. Ai thotë e kam caktuar dhe kaç. Pse u vonu kaq shumë varrimi i pejgamberit për shembull Muhammed? Sallallahu. U vanu për shumë arsye. Një për shkak se kanë pas lidhje emocionale shumë me ta. Me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Imagjinoni për shembull ne ai ka vdek një kohë gjatë që nëse kemi pa, edhe kur flasim për ta na vajton zemra. Ndjemi aq të mallëngjym për ta saqë unë personalisht po flas, nuk di dikan që duan dunjë më shumë se Resulullah. Masallahu xhallahu ala. E imagjino se u kish mjetuar me ta. Dhe njerëzit kanë pas të vështirë me kuptu se kanë ndrujet. Kanë shku aq larg me bindje, për shkak dashurisë, sepse besimi nuk ka me emocione. Besimi është argument racional, jo emocional. Bindje. Bindje. Dhe tash të kanë thonë, ky njeri s'ka me vdek. Se njeri më i mirë që I pavdekshëm. I pavdekshëm. Dhe më mirë po ata kishin harruar se Zoti i Madhreshëm dikun 1 vjet e diçka para se me ndrujet, ja zbret një ajet Kur'an dhe i thot Muhamedi është njeri si kaj tjerë, edhe ky ka me vdek. Po ata e kanë harruar këtë ajet. I paralajmëroj. I paralajmëroj se përgatituni, çmalluni me të, mbanja me në fjalt, porosit, se ky ndron jetë, se ka me mision. Dhe e patëm vështirë me përballu këtë çështje. Dhe e dyta për shembull, ai ishte lider suprem, shpirtëror. Ishte, ç'më thon, i paprekshëm. Tash vështirë është kush me zaventsu ata. Ka me gjetë një person i cili ulet në karrikë të pejgamberit. Edhe ati që e kanë zgjedhë dhe ka pas problem.
që shulën tani pejgamberit. Është vështirë domethënë me zaventsu dhe me fol në emër të pejgamberit. Kjo një dy faktorë. Dhe faktori tjetër aspekti për shembull procedurial. Sepse çështë kush me varros pejgamberin, kush Si me mu pastru varros? pejgamberin dhe ku mu varros pejgamberin. A u varros me tesha? U la me tesha vesh? Pejgamberi po. Me se nuk Po, gaboj? po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Pse ndodh mu la me sepse tesha? ato që kanë pastruar Rasulullahin spjegohet dhe thotë e kemi dëgjuar një zonë dhe thotë mos e zhveshni pejgamberin që t'ia shifni trupin. Thuhet që është pastruar prej shëptorit ti, nëse nuk gaboj. Po, dy pesave, në fakt dy pesave kanë marrë pjesë direkt në pastrimin e tij dhe pastaj kanë folë xhenozën vetë vetë secili. Secili veç e veç. Veç e vetë dhomën e Nga vet. ni. Dhe është varros në vendin ku ka jetuar. Në dhomë ku ka vdek, po, aty është varros. Aty është varros sepse e kalon me gojë. Dhe ka thonë profetët ku vdesin, që aty varrosen. A janë varros të tjerë në vendin ku kanë vdeka, Po. vetëm Të tjerë, të pejgamberi gjithë, të Muhammed. gjithë profet. Me një farforme janë varros ku i ka zonë vdekja. Aty ku ka Përjashtim Jusufin, a.s. që e kanë zhvendosur me pas një kohë prej nivorit atje në Egjipt dhe kanë çuar dikon në kufim me Palestinë atje. cilat janë sprovat që më me thonë matronat, janë që njeriu i përballon me vështirësirat, që do të më qëndru njeriu në sprova. Sprovat janë heterogjene, janë të ndryshme Po. dhe mund me kanë begit baraspeshune në Ti dhimbje. neve na dhamin fort. Që na dhamin fort, për Po. shembull. Interesant, Kurani i përmend për shembull dhe thot Zoti i Madhreshëm këtë botë do të sprovoheni. Dhe fillon mi numru llojet e sprovave. Aty ku i dhem njerit. Do të sprovoni në jetë që të vdesni. Kjo është provë. Se ti e do jetën ta merr, se i përkoshëm. Do sprovoni në pasuri. Do njeri e don shumë pasurinë. Imagjino për një moment me up. Begës po veran. Po pes provave më të rana që mund të sprovohet njëri në këtë dunja është vdekja e fëmijëve, që ka përmend Allah në Kur'an dhe ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domthonë është sprovë e rana. Vdekja, domthonë antarët e familjes po se po, edhe ndarja e burrit dhe gruas me vdekje, mi po vdekja e fëmijëve, domethënë është sprovë e rana për prindit, sprovë e cila begi leva kum të madh dhe këtë e përshkruan edhe Kurani. E tash ç'është do ban durim njeri. Zoti i Madhreshëm thot në Kuranin nderun e kam krijuar njeriu në vështirësi, që t'jep me kuptu se njeriu është aq i fortë, aq ka potencial për t'i përballuar sprova me lejen e Zotit të Madhreshëm, saqë para tij edhe malet gjenjozohen. Sikur se Allahu të mos e ke shkruar njerin të fortë, që shmi pajtu me vdekje. Që shmi pajtu kur tash mi varros di kanë plantuar familjes. Para që i fortë njeriu, që tash po studiohet në aspektin shkencor për shembull, çish reagojnë qelizat, neuronët në fund të sprovës, çish ushqehet ndërgjegja besimtarit përmes mëshirës Allahut azza wa xal, edhe ai pajton me caktimin Allahut xhalla wala. Normal e shfaq mërzin për shkak se njeri i shfaq ato tipare njerëzore, edhe me një moment thot të Zotit jemi, dhe të gjithë jemi të Zotit. Edhe të gjithë jemi kalimtarë në këtë dunja, dhe kjo jetë nuk është jetë e përjetshme dhe nuk ka ndarje e përjetshme, është e përkohshme. Por ne do të bëjmë sabër që të takojmë te Allahu xhalla wala, atje ku s'ka ndarje, s'ka mërzi. Dhe me që kemi fjalën këtu vëllezër, ju që na dëgjoni, në ditën e gjykimit, lajmin e parë që marrin banorët e xhenetit. Allahu thot mos keni frikë, mund të këtu s'ka ndarje më. Do të thonë atje, Domethënë lajmin e parë që marrin. a bashkohen njerëzit e kësaj bote po, në banorët. botën tjetër, a nihemi domethënë. Kine po. Sipas hadithit pejgamberit nifemi dhe do të bisedojmë edhe për shumë gjëra të bote. Edhe për këtë botë, Për botë, vetë për gjërat e bukura, sepse ka thonë pejgamberi alayhis salam, ato që janë sprovuar në këtë dunjë, kur të hinë në xhennet, i pyet Allah, e një sprovu, kanë thënë jo. Sepse e harrojnë periudhën e kësaj bote. Kur ti shohit mirat e kësaj bote, harrohet kjo jetë. Dhe thotë Rasulullah me hadith, kur ti pyet Allahu mëkatarët, a keni përjetuar kënaqësinë këtë dunjë? Thonë jo o Zot. E kanë harruar kënaqësinë e kësaj bote. Janë të përballë tash me të keqen atje. Me të keqen. me punë tjera. Me punë tjera. Për këtë arsye domthonë njeri këtë dunjë ka ardhur për mision fisnik. Që mos t'i bëmi tepër opinionit, mos të shohim në nivel, por njeri është qenie me identitet. Nuk i takon njeriu me bëj disa vepra në këtë jetë. Sepse Zoti ka shumë besim njerin, ka shumë, ç'më thon, e favorizon njerin, e çmon njerin.
e vlerëson njerin. E nëse njeri e zhgënjen Zotin e vet, për shkak elementeve së botë, atëherë ku ka më mbështet ai dhe pikuj ka me kërku Ku nesër. përfundon ai? Ku përfundon? Ku do të më dash më shumë në këtë botë na? Ardian, pe njerëzve. Në më duket e kem pas bisedu edhe njëherë të ti, në këtë dunja, Zoti ka lënë hapësirë që njeri të duhet me njerin. Po. Në mënyrë të natyrshme. Po. Për shembull, duhen prind, Po. duhen anëtarët e familjes, Po. duhen fëmija për shembull, duhen shoqënia, duhet bashortja. Të gjithë duhen, dhe të gjithë e kanë për shembull një ç'më thon, në zemër kanë një presek, që do Dhanin e të vet. po, dhanin e vet. Dhe kjo është Po diku ne kem obligim sigurisht ndoshta me dash. e tash me dasht edhe me pas detyrime, po Po. çështje tjetër. Do me thonë që ta kuptohemi. Po, Me dash dikan, ose Po. mos me dash dikan, dhe me pas detyrime ndaj tij është çështje tjetër. okej. Për shembull, ne nuk i duam dashka këtë njerëz, Po, më sigurisht. po kemi detyrime ndaj tyre, është fakt. Kemi detyrime të sillemi mirë, të ndihmojmë, të përkrahemi, të mos i bëj zullum. S'është më rëndësia e dua se du. A pe këtë qartë. Korrekt. Shumë e kjo, edhe tash, unë e du dikan, shembull. Por tash unë nëse e du, unë i kam do ligje, sa kam detyrime ndaj tij. Për shembull, në këtë rast, a duhet nana? Padyshim se po, dhe kemi detyrime. A duhet bashortja? Padyshim se po. A kemi detyrime? Kemi detyrime. Pa janë të njëjta detyrimet e ndaj bashortës dhe detyrimet ndaj nanës nuk janë të njëjta. E qartë. A kemi E qartë? qartë. Hoxh, shka duhet me bona në Ramazan që me rrit Imanin. dashnin, me rrit imanin që po thu, me rrit vetbesimin të njerëzit. Me që jemi në muajin Ramazan, edhe unë mendoj se neve po jetojmë ditët më të lumtura të jetës. Sepse ditët më të mira të jetës së njeriu janë ditët e agjerimit, që e shoqëron ky musafir i madh, që është musafir direkt pe Zotit të Madhreshëm. Edhe është begati e madhe për gjitha krijesat. Kjo Ramazani është një pako shumë e madhe, është një ofertë e madhe e Zotit të Madhreshëm. Kushdo që ka shti dorën atë paketë, nuk del i zhgënjur. Dikush e merr komplet me mirësitë që i ka, e dikush pjesë. E çakat ka E pak. çakat ka pak, po secili që merr, Po, e shti dorën ka me dal fitues, sigurisht. sepse Zoti i Madhreshëm mëshiron shumë. Në këtë muaj është shumë e rëndësishme me gjetë rrugën e besimit. Një prej detyrave dhe obligimeve që kemi për balë ti muaj Ramazan. Me agjëru po se po, por duhet me bë përpjekje njeriu me gjetë udhëzimin e Zotit të Madhreshëm. Sepse nuk i duhet jeta pa udhëzim. Premia e jetës është udhëzimi, rruga e drejtë për te Zoti i Madhreshëm. Pastaj përballë kësajna, njeriu me njoh vetveten, me njoh detyrat e jetës, me njoh parimet e jetës, me pa çka pret familja prej tij, shoqëria prej tij dhe mi arrit pjedestalet më të mira të mundshme. Janë një 4 çështje që lidhen me Ramazanin e që du me nda me publikun që ta shfrytëzojnë Ramazanin. E para, lidhet Kurani. Është mirë këtë muaj Ramazan me lexu Kuranin dhe me pa botën me dimension tjetër dhe me pa se njeriu qenie shpirtërore. E vlerësunet e Zotit dhe ka misione begit me anjet e bote. Pra kontakti me Kuran në mënyrë të vazhdueshme. E dyta, namazi vullnetar. Përveç detyrave që kemi një të përditshme, te Zoti i Madhreshëm me bë garë me diçka vullnetare, do me thonë mu prezantu te Zoti. Sikur jetë në kësaj bote, nëse dikush na jep detyra, ne i kryemi. Po kur privilegjohemi pe atij që na detyra, kur na bëjmë diçka vullnetarisht. Pak më shumë. Shumë e qartë. Do me bë vullnetar, sepse Zoti meriton më shumë se gjithçka tjetër. Është namazi vullnetar. E treta është duaja. Po jetojmë me një kohë që sprovohemi. Kemi njerëz të smut, kemi njerëz në depresion, kemi njerëz pa vullnet, kemi njerëz në shtatë të vdekjes, kemi njerëz që kanë vështirësi financiare kështu me radhë. Kemi njerëz që janë në prag të gabimeve fatale, në udhkryqjet e jetës. Në këtë moment, në këto ditë, këto net që jetojmë, nuk ka armë më të fuqishme se sa lutja. Zoti i Madhreshëm kur e ka bë obligim Ramazanin, e ka përmend një ajet në fund të ajeteve të Ramazanit për mi tregu njeriu se është afër Zotit, se është afër njerit. Dhe Zoti i Madhreshëm thotë, të pyetën ty për mua, thuaj na më afër. Vetëm një çështje e ta bojnë ata njerëz. Nëse ju ka përmbys jeta, ju ka mbyll rrugët e jetës, e kanë një rrugë edhe kanë një shans të pamposhtme. Ajo duaja, lutja te Zoti i Madhreshëm dhe e shef se për një moment do ndryshon gjithçka në tokë, sepse fundit asgjë nuk vendos askush këtë dunja pa dhënë leje Zoti i Madhreshëm. E nëse ai ban urdhër penalti që të ndryshojnë gjanat, mos u bë marrak ka ne kemi kundër ose ka kemi pro, sepse si të vendos Zoti letësh për njeriu. Pra duaja, mos e injoroni duan, ditën, natën, tu ec rrugës, tu nej, tu punu,
Pendov te Zoti dhe kërkoj pe Zotit falje dhe kërkoj pe ti mirësi në dunjën dhe ahiret. Dhe e fundit që lidhet me Ramazanin është edhe lëmosha bamirësia. Me dhanë për Zotin e Madhreshëm dhe me kërku prej Zotit më shtrenjtë të mushme xhenetin. Me kërku prej Zotit Madhreshëm mëshirën dhe me kërku xhenetin. Ndoshta me pak gjana në këtë dunjë, tu i ndihmu dikujt për Zotin e Madhreshëm. Jo për shkak se na duhet reklama, na duhet më na thon dikush bamirës. Jo. E bëjmë për Zotin edhe më shef me të mirën. Jo me ditë njerëz. E bëjmë shehur azi. S'ka më nevojë me ditë me kërkush. Ama kur të japim dhënë Allah, ne na nis për të ti. Jeta është betejë e madhe. Mundson ai të arrijmë qëllimet e jetës, e kur vjen fundi me dal pse bote, jep na lajmi më të mirë që mund ta merr në njëri shtatën e vdekjes, lajmin se ne kena fituar edhe xhenetin me lejen tonë, ja Rabbel Alamin. Ardian, a pranohet lutja për keq? Ka njerëz që lutën për keq, ka njerëz që thonë na namin. E ka përmend Zoti në Kur'an se njeriu është aq gabimtar i madh sa lutet për keq. Po. Domethënë e ka përmend Allahu në Kur'an një dimension. Që thonë na e vrov Zoti filanin. Shumë e qartë, domethënë lutet për keq. Tash lutja për keq është e rrezikshme nëse luten prind. Okej. Prindi ka të ndaluar mu lut keq për evlat e vet. Sepse mund me qëllu me një moment ku i pranohet duaja. Pranohet. Ndërsa tjerët që s'u kemi hak, që thot populli edhe me tupanën të lutën kundra neve keq. Si kemi bë kur gjë. A e di pikuna do të më tut. Për atë që kemi bë pa drejtësi. Nëse kemi bë dikujt pa drejtësi, edhe e merr avdes. Edhe me të nam. Edhe fal namaz, edhe lutën sejdë, është rrezik i madh sepse sun shpëtojmë prej shigjetave të duas së tina. Se Allahu ndërmjeson mes neve dhe atij. Por për ndryshe aty që kemi bë keq. Asnjëherë. Ai nëse si dhimbet shpirti vet ai gjithë ditën lutet s'na ban dam asgjë, sepse fundi si kemi bërë askuj. A prind nuk ban me u lut, nuk ban me lut prind për keq për evlat sepse ka mundësi me ndodh dhe krejt në fund ne nuk ban fare të lutemi keq. Është cilësi e keqe kjo. Njerëzit më të këqij që ka përmend Kurani janë ata që luten keq. Pse do të mu lut për dikan keq, nëse mu lut mirë për ta? Ç'do vi kiti prej lutjes keqe fjala. Do mu hakmara, vetëm më jak ty të keqe. Apo nëse ka bozo e tash. Nëse ka bozo dhom, dikush ai ka të drejtë nëse ja ka plos zemrën, bre. Fakt. Nëse ka bozo dhom, ai ka të drejtë nëse është nga Zot. Ti e di çka mirësh. Edhe kush ja le Zotin dorë hakmarrin, unë nuk besoj. Kaç kam bindje që nëse e ke lënë Zotin dorë një çështje, e që s'ka me reagu Zoti më trishëm. Ardian, a ka ndërmjetësues të Zotit për shkak? Jo. Hiç. As pejgambert. As pejgambert. As në të botë. As në të botë. Në të botë vetëm me lejen e Zotit më drejshëm kur ti jepet leja pejgamberit me kërku shefatin. Dhe ka dallim kjo. Ndërmjetësimi. As engjëj. Hiç. Çto dallime si Islami dhe feve tjera. Që Allah azza wa jalla çun ju thot keni bë kufër, shirk. Se keni kërkuar ndërmjetësues. Pse do të më shkute popi më lut? Kush është ai? Si shembull, a? Pse? Ose të hoxha. Pse më lut të hoxha? Pse do të më marr mua më thon apo lutesh për mua? Po. Pse? Kush jam unë? Drejtoju vet. A më kush jam unë? A kam garancion për Zotin se unë kam këtë drejt? Kush më dha këtë drejt mua? Asnjëni prej pejgamberëve. Bili mandi thonë, po të dhot hinë edhe të parë, nëse kanë bë gabime të hinë parë në xhenem. Po fakt është. Domethënë nga kur më shumë ti. Fakt ka në transmetim të pejgamberit sa se xhenemi niset me 3 lloje njerëzve. Ha. Edhe shef e mirë me ka niset. Hajde. Ka thonë me dietar. Po. Ata që kanë keq përdorur dijen. E qartë. Qof fetare, qof dijen kështu. Po. E dyta Zot na rujt me dëshmorë të rrejshëm. Okej. Ata të cilët me mercenar për shembull. Po. Se ne kena njoh pavakia për shembull, ti e një dikan për dëshmor, për burr të mirë, ai ndoshta ka mercenar. Po. Na se di. I pagun. Allahu thot për ka ke vdek. Thot po për ty jo. Për parë. Thot ke dhe për parë, ke mashu popullin tan. A për këtë qartë? Edhe treta me pasunik. Ha? Ata të cilët kanë pas pasurinë këtë dunjë. Edhe kanë abuzuar me pasurinë e tyre. E kanë fituar pi haramit dhe e kanë çuar haram. Me këto 3 kategori nisë xhenemi. A ban hoç me fitu pe haramit kapak e me çun halal? A ban hot dyqysh? A ka ne argument? Jo, nuk ban. Edhe s'kish për jo. Nuk kish, a di ç'është kjo mesele? I tha njëri pe dietarët, ndaj njëri tha çurish për matematika kam unë. Tha unë është për matematika. Tha me vjedh e bajni gjuna. Po. E me dhon sadak i fitoj edhe sevape. Tha për shemb unë vjedhi, edhe jap sadak, tha petina non i fitoj tha, non sevape. Ai tha i dietari i madh, tha Allahu ta ka shuve gjunojnë jo sevapin, apo ti jemi minus te Zoti.
Se nuk mundesh me bë nerë me sanet huja. Nuk mundesh me bë mirësi me haram. Nuk mundesh ti me vjedh për njërin dhe me nderu tjetrin. E qartë. Në Islam s'ka si matematika. Do të thonë ndërmjetësues nuk ka. Kthehemi te Zero. Do të thonë ndërmjetësimi në Islam është prej gjanave që e qet njerin pe feje. Por shembull Zoti na rujt. Shkon te vorre shënierin, edhe i lutesh, ke dal pe fejes. As një vlerë më nuk e ki. Kush është ai i cili po ndërmjetësohet te Zoti? Kush janë ka ja krijes që ka dhënë Zoti autoritet si vet? S'ka. Por këtë arsye lidhja direkte me Zotin e Madhreshëm. Ai na njeh më mirë se çdo kusht tjetër. Dhe tash, po, përmes njerëzve dish me gjona rrugën. E gjona rrugën e pendimit, edhe rrugën e bamirësisë, përmes njerëzve dishëm. Sigurisht. Po jo, për shembull, me thonë diçka, që tash u pulu. Rriti, ose unë ta kryj. Fakt. Ta çoj selamën. Shumë e gjatë. Ta çoj selamën. Shumë e gjatë, më thon prit tash se ti i pash Po, haputi. Se unë hilut na, ta nëreqi. Pash, për shembull, se s'ka më pe piktuit unë dhe ta folëm më kodin e ka. Jo, stakfirullah. Sepse ai që fal edhe ndeshkon në Zoti i Madhreshëm. E tash një privilegj që e ka vetëm i dërguari Allahut Muhammed alayhis salam. Që se ka asnjë për të dërguarve. Sa ato e kanë harxhu kartën këtë dunjë. E ka privilegjin në ahiret të shefatit. Shefati vjen me lejen e ndërmjetësimit. Vjen me lejen e Zotit të Madhreshëm. Çish vjen me lejen e Zotit të Madhreshëm? Është transmetuar se pejgambert para prak e kanë një dua pe Zotit të Madhreshëm. Nëse janë lut, U bo. ka marrë funë çështje. Atë kartë e kanë shfrytzuar këtë dunjë. Dhe i ka thënë Allahu pejgamberit sa. Edhe ti thot si pejgambert para prak, që jeni vëllezër për ka misioni. Thotë e keni dua. Thotë a don me shfrytzuar këtë dunjë në ahiret. Dhe Allah dhe pejgamberi thotë e du në ahiret. Cila është ajo? Thotë me kërku te unë, Allahu, që ti me ndërmjetësu te njerëzit. Çish me ndërmjetësu? Me thonë o Zot fali për shembull. Mu lut. Mu lut për ta. Mu lut për ta. Po, dhe kjo moment është pasi që të përfundon, të fillon gjykimin në Çdo ahiret. vlerësim. Gjykimin në ahiret të bihet peshorja e cila peshon gjithçka. Peshorja e ahiretit peshon gjithçka. A di ç'është ndëruar shpëtim. Na shpesh ku na njerëzve i ngushtuan në njerin. A mund e din ti sa ka mërzi zemra ti? Shpesh e shoh me njerin të lumtur, të gëzuar. A ka ndaj peshore që e di sa është gëzimi i tij? Sa është i lumtur. E shoh me njerin të hidhruar. A mund e dim se është hidhruar? Jo. Peshorja e ahiretit që e vendos Rabbul Alamin, por gjyku me drejtësi e matet që të mbranshme. Edhe emocionin. Edhe emocionin. Sa e lëndu për shembull. Dhe tash ku vjen peshora në ahiret, edhe të fillon procedura, transmetohet se Rasulullah i bën në sejdë. Edhe me lajket e quhen për sejdës. Edhe Allah thot, pyet tash të dërguar janë. Çka po don? Thotë Allah ummetin tem, ata që më kanë besuar. Lecoja. A është gjykimi individual në atë botë, a është kolektiv? Individual. Individual. Secili Secili për punën e vet. bilëm për rregullave fundamentale të Bazë. ditës së gjykimit, bazike, është Allahu thot, sot nuk ka padrejsi, as kush s'u merr se vapët e tjetrit, e as mëkatet e tjetrit. Keni pa doksi prallagjikin në dunjë ku thot ai s'u të marr në qaf? Po. Në qafë të Në me? qafë të me li. Ai as s'u të merr këtë dunjë në Ose qafën këtë tjetër. tjetër, agjerohet një 2 ditë për mu. Po, thot Ky se tjetri. shumë e qartë, e që s'ka mundësi kështu. Secili ka më dhënë peshorat vet. Mu mat. E pastaj me pa se trajektoria e jetës, kjo shanse e madhe që e kemi sot në dorë dhe mi gjallë, me pa çka kemi bën për atë ditë. Edhe ku ja mojnë ato të kryeshma. Gjeneti është me grada, domethënë nuk janë tonë me një vend caktuar. O shkallë, deri në të fundit, Fakt. deri në Firdeus. Fakt. A është i njëjtë edhe xhenami, Edhe kategori sa ma Kurani e përshkruan për shembull se mas pari xheneti thotë i ka 8 dyrë. 8. Po. E xhenami ka 7. Edhe çysh ka shtresa, edhe pozicione xheneti ka edhe xhenami. Pa dyshim. Besi i xhenetit është Firdausi. Mesi i xhenetit. Vani më i mirë. Veç ta dim për shembull, flasim për xhenet. Po. Kurani e përshkruan dhe thot, gjerësia e tij është sa gjerësia e tokës dhe qejve. Sot shkenca nuk ka panoram ku përfundon qielli. Që e përthokon. Që e përthokon. Krejt kjo betejë shka bëhet, me këto miliarda yje, e ku e di çka, o do bë fjalë në qiellin e parë dunjos. E lema për 7 qep, pol qej. Dhe Rabbul Alamin i thot, dhe gjerësia e xhenetit dhe wasariu ila maghfiratin min rabbikum. Dhe nxitoni thotë që ta fitoni shpërblimin e Allahut. O xhennetin dhe xhennetin ardhuha as-samawati wal ard. Që gjerësia e tij është më e madhe se toka dhe qejt. Ky është xheneti i Rabbul Alaminit. Dhe pastaj aja far formula
Zoti thot në xhenet ka që mendja s'ta merr. Ata që se po shumë mendja jote është në xhenet. Syri njerit se ka pa. Prej kur u kriju njeri i parë. Deri desit i fundit. Sytë e njerëzimit s'kan pa si bukurie. Edhe nëse përjetojnë gjërat e bukura, sepse mi pason dikuj para 500 vjete, se do të vjen një moment që na me pa drita kaq të bukura, Kena me hyp mi to. s'ta kish besu vëllai. Sakt. A që do? Sakt. As kish më ditë mja po shkruaj këtë mirë. Sakt. Nëse njeriu pas ka arrit në një moment ku po bën ka gjëra të bukura pa po shkruane. E çka mendon për Zotin e Madhreshëm Krijuesin? Si e ka përgatitur xhenetin ai? Dhe thot hala nuk i ka shiu njeriu atë knatësi, sheshion në xhenet, ne du të mu lutë mu bë banor të xhenetit, e ku e kemi venin, nga njerë s'është me rëndësi. Me rëndësi është me kom brenda atje. Me hymena. Po, me mshinë Allahut Azza wa Jall, inshallah. Të njëjtën e pas ka dhe edhe xhenemi. për ata që po xhenemi po. bojnë Allah e nderoj po. punë jo të mira që Për është ata pas për ata që kanë shkruar fatin e jetës vet. Çka i kemi faj atij që i bën zullum? Nëse Zoti është i mëshirshëm e i drejtë, çish e barazon pra një kriminal me të sinqert. Çish ka e mundën në xhenet mu bë bashkë të mirë të këqita? Allah po na thon Kur'an kjo tokë është tokë e kejve, bashkoni të mirë të këqit. Ama xheneti s'është kështu. Atje sunin të këqit. Dhe në xhenem nuk shkel kamat e të mirit. A ka mundësi me i fal me nxjerr në një prej anej me Po. pruknej? Po, sipas Anasjellës nuk ndodh, vetëm me jo anasjellë nuk ndodh. nuk Do me ndodh. thonë, nuk Një herë ke ndodh hyrë me- në xhenet, mo jo, nuk ka mundësi jo, me u. Nuk ndodh me dal pe xhenetin në xhenem. E prej xhenemit në xhenet Prej po. xhenemit në xhenet dalin Në ata cilin variant, në cilin formë? një grup i njerëzve të cilët kanë besu Zotin një. Po, E kanë besu pejgamberin, kanë besu Kur'anin, por kanë bë gjunahe. po, Edhe në peshore kur dalin para Zotit, gjunahet ja peshojnë. po. Këta hynë në xhenem përkohësisht. Lahën Po kur ti thumi përkohësisht nderuar, nuk bëhet fjalë më për vitet, për kohë. nuk bëhet fjalë më për vitet tona, E qartë, po bëhet fjalë për distanca gjata kohore. e qartë. A neve na ka mësu Kurani që të lutemi as ushtimin mos mja një xhenemit. As i frikshëm që aromën, është. as atfar, ç'më thon, as për rrethi me rase, lemo me pas puna me ta. Dhe në gjithmonë ku tu me Zot, largojnë fytyrën për zjarrin e xhenemit. Largojnë edhe pamjen. Çka shkruan në Kur'an, ku ndodhen këto këto dy hapësira, këto dy në cilën dimension. A Kjo është temë njeriu është nuk Jo, kjo temë shumë e rëndë. A di pse për faktin që njeriu ende nuk e din perimetrin e qejve. kurrin vet, tokës vet. Se di, çish ka me ditë për diçka që son punë e tina. Apo themi ne janë miliarda yje. Po, Kush e di mallsinë e yjeve? Për shembull shkencë numërorin e 5-6. po. Bilin ku ka zbrit Kurani, kur e kanë pa në atë kohë arabët e vjetër, se arabët e kanë shpik astronominë. Edhe njohin begi mirë. Mirë në atë kuptimin. Prej lindjes ka ardhur shumë shkenca, Ama shumë interesant. Çi kanë njoft. Merren me men në do të thonë në vitin 650. Arabët kanë pas një uri për yllin Sirius. A ylli Sirius është zbuluar në shekullin 19. Arab vitin 600 kanë njoft. Kur është shfaq ky ylli Sirius, që sot shkenca e pozon, është për yje më të madh që ekziston. Kanë thonë disa për atyne, thotë që kjo është Zoti jon. Thotë pse është Zoti jon ky? Thotë që kjo është më i madh. Ka minutë që kjo është më i madh. Edhe s'ka më për tejtina. Edhe një me u ka më i madh, derisa kanë zbuluar tjerë. Të tjerë. Allahu ka zbritur në Kur'an dhe ka thonë, Allahu Zoti është Zoti çatik Siriusi që bëmë në Zot. Edhe Zoti dunjas që se dini për masat, se ka ale më të madh se kaq. Do të thonë, ka më të madh se kaq. E ku është xheneti dhe xhenemi? Qysh ka mundësi gjithë kjo hapësirë, gjithë kjo qindra, miliona, me miliona yje, Po. mos me lëviz prej krijimit të Kjo është kësaj jete në këtë galaktik. E kjo është argumenti më i madh që dëshmon se ai që ka krijuar shumë precis. Edhe i fuqishëm. Dhe shumë i sakt. Që është interesant. Dhe i pandryshueshëm. Shumë interesant. Që është shumë kjo meselë vëlla. Në këtë dunjë i vetmja një krijesë është kriju dhe ju ka dhënë mundësia me ndryshu. Asnjë krijesë tjetër nuk ndryshon. Për shembull, zguzon me ndryshu. Se Është i marrun për atë punë. shumë do bën fjalë për qintat sekondit, për milimetrik, për shembull. A mund me ndryshuar oqeaneve shtratin? Nuk dyshon. A mund është ditë dhe hanës me ndryshu pozicionin? Asnjë punë se e bën. Asnjë, edhe Zoti në Kur'an thotë, të gjitha këto që kam kriju, i majnë komandun, s'ka gisht njeri. Pse t'ja mendon që ka gisht njeri këto ha? Ja, më ka si shembull. shqivar për neve pa. Si shem, Pa livrit, pa kanën se kështu. Fare hiç, do mos ka. Dhe tash thotë njeriu, këto janë kriju me shërbim njeriu. E njeriu është kriju me shërbim mu. Me njoh Zotin,
Me njoh madhninë e tij dhe me ndërtu këtë jetë të përkohshme. Me bë përpjekje maksimale me ndërtu këtë jetë. Sa të mundemi. Por me ditë që arkitekti se botë Zoti më drejshëm. E njeriu ka çik të vogël. Ke pa shembull sot do kur ti ku shembull ku ulën tavolinë edhe flasin për Zotin, e njëri thotë nuk besoj që ka Zot. Menja s'ma me. S'ma merr bile thotë. Merre me men, kush fol për Zotin. Një To krijesë. homër ka çik ai. Një Pulës. krijesë shumë e dopt. Për ardhen e ka begit vështirë, ka ardhur me një potencial të limituar, pa di sa dimun edhe ti nderuar. A shef na nuk shoh mi jashtë në katër mureve. Çe sa dimna. Ne shohim veç këtu. Pse e dimna çka do ndodh jashtë? Ka kemi potencial. Si tani ditë njëri për ironi po e them. Tha ka dalë një njeri, një shkencëtar, tha ne ka India. Tha e njeh mirë oqeanet e ujit, oqeanolog. Edhe tha po thotë unë nuk besoj që ka Zot. Tha ama ai shumë i dishëm ai dietari. Ai tha njëri pa pyetje ai din në qytetin tem Solumejan. Tha pa se dieta se shko smimi lumejt e tu. Tha ai nuk e din fushën e vet Solumejan në dynjat. E sa ujna ka, e sa kubikazh ujit ka. Çishi më që maj. E po thoj ka pe moj ka Zotin, pra kjo është njeriu i nderuar. Për këtë arsye Allahu thot në Kur'an, çuditët me njeriu. E kam kriju, edhe për një moment ka harru krijuesin, edhe lyp argumente thot ekziston Zoti. A do të më tut a më dash Zotin? Të dyja të bashkë. Dyja të bashkë. Të dyja të bashkë. Nuk ka mundësi me dash Zotin pa jotut. Dhe nuk ka mundësi me jotut Zotit pa dash Zotin. Dhe nëse mund me ta dhoni shembull këtë dunjë, keni pa njerëz me autoritet. Që meritojnë autoritetin, jo ata që e blin autoritetin. A ki veç frikë për ti, apo ki frikë dhe respekt? E ka një farë orë që thojmë na. Do me thonë frikë dhe respekt. Allahu Gjelle Wala, krijuesi jon, i vetmi që meriton frikën dhe dashurinë bashkë. Sepse kur kemi frikë, prej ti na e domi ma shumë. Dhe kur ta domi, por si kemi frikë për tina. A na kupton ku lut me shqip Zoti? A kem drejt na më lut shqip, po çu don? Po çish nuk kupton kur ai ka thonë vetë në Kur'an, për argumente se unë ekzistoj, po ti kam kriju thot racat dhe gjuhët e njerëzve. Pse ti ja mendon që folmi shqip rastisht na? Kush e pasë projektu neve gjuhën? Çfarë mendon ti? Ti mendon se njerëzit flasin rastisht çfarë gjuha? Dhe ku jemi në 2026 jemi. Po mas 10.000 vjetë nëse jemi gjallë, 15.000 vjetë, a di sa gjuhë kanë më folto? Kush i krijon atë gjuhë? Ti mendon që rastisht dhe Zoti Madhërisht Kur'an thot, unë e kam kriju tokën dhe qejt, preciz. Dhe për argumente se unë ekzistoj, i kam kriju gjuhët. Dhe ne folmi shqip sot me lejen e Zotit. Ai ka dhënë urdhër. Dhe pastaj me kalimin e kohës kur një Zoti di çfarë të flasin tjerë. Sot për shembull në shkencë është argumenti, shkenca numëron një numër të madh që flasin gjuhën. Sigurisht. A mendon që rastisht kjo punë? Ademi kur u kriju, Ademi njeri parë, Zoti thot në Kur'an, ja ka mësuar gjitha emrat e gjysendeve. Prej tina, me kalimin e kohës, lindin gjuhët. Nëse studiojmë në lindjen e gjuhëve bashkohore, për shembull, evropiane, indo-evropiane, ku diçka. A thonë për shekullit 7, për afërsisht deri te shekullit 19, janë profilizuar gjuhët, përjardhja e gjuhëve. Janë frymsu. Po a nuk e din se Zoti Madhërisht ka thonë, i mëshirshëm Allahu i cili ka mësuar njeriu me fol. Do me thonë për mëshirës, se Allahu, për argumentet se Allahu ekziston dhe mëshirshëm, e ka mësuar njeriu me fol. E dini që në shkencë diskutohet pse fëmia s'flet, edhe ti e analizon truni ka mirë, veshti ka mirë pa s'flet. Vesh një urdhër e Zotit Madhërisht. Vesh ai. Ta kanë aparaturën për të sunë thu fjalën. Pa dhënë leje Zoti Madhërisht. Dhe tash për shembull, a ban të lutemi shqip, po ne jemi krijesa tina. Secili lutet në formën e vet, mirë po procedurat e namazit janë të përcaktuara gjuhën e Kuranit. Tjetërsen është me u fal, mi kry ritët fetare, tjetërsen është mu lut, ti mu lut në venin ku je, në pozicionin ku je, në gjuhën ku je, qefin që e ki, loto që shdush. Pse nuk mund me thirr ezonin në gjuhën shqipe për shembull? Sepse s'ka kuptim. Sa kuptim? Nuk ka kuptim vëlla. Edhe arabisht me thirr ezonin s'ka kuptim. Se ezoni nuk është arabisht. Do të thonë nuk është vetëm gjuha arabe. Këtu duhet me kuptu këtë çështje njerëz. Mos mendo që ata të cilët e atakojnë Islamin, do pseudo intelektuale, do shqiptar, të mëdhajnë thojza, që thonë pse se kemi shqip. Mos mendo që se din ata që nuk bëhet adhurimin ndaj Allahut në gjuhë tjetër për në gjuhën që ka zbrit. Që ta hap një shembull nderuar, ato që na dëgjojnë. E din ti se arabishtja ka 12 milion e gjys shprehje? E din. Do mos e di. Që ato që na dëgjojnë ata
E din që 12 milionë gjysmë. a di që 12 milionë gjysmë shprehje në arabisht nuk mjaftojnë me sqaru Kur'anin. 12 milionë gjysmë shprehje të fjalorit arab nuk mjafton me zbërthy Kur'anin. Me Pse? zbërthy. Sepse Kur'ani Është për te dimenzionit gjuhës. por te dimenzionin e gjuhës. Një shembull, pra ne ezanin se thirrme arabisht. Ne e thirrme në gjuhën e Kur'anit. Ne namazin nuk e bëjmë arabisht. Ne e bëjmë gjuhën e Kur'anit. Ne suret, ajetet në Kur'an janë çka zbrit. Nuk janë për arab. Se keq të arab me 12 milionë diçka shprehje, do të më shkon fakultet me kuptu Kur'anin që kuptuan e pi shqiptari. Arabi që s'ka fakultet zion, s'u shpjegon Kur'anin. Edhe pse ka gjuhën vetën. Ai s'u shpjegon jurisprudencën. Edhe pse ka gjuhën vetën. Nëse s'ka shkuar fakultet të Se janë arab nuk do të thotë që janë më musliman sikur na. fa hiç zero. Ose më musliman se një amerikan ose si janë Jo, një gjerman ose jo më asnjëherë. Madje gjithë dietarët e mëdhaj që kanë shpjeguar Islamin janë jo arab. Shumë interesante kjo punë. Të gjithë dietarët e mëdhaj që kanë shpjeguar Islamin në fillet e para, shkencat islame, që kanë vendosur parimet e shkencave islame, asnjëri prej tyre s'ka me origjinë arabe. Janë këtë jo arab. Cili prej imamëve është sipas teje imami që ti kështu thon po ty ta jap dorën se je po më pas vdekjes se pejgamberit. Që ta shpjegojmë ndërun se fjala imami ka dy kuptime. Po, Një ka kuptimin e liderit, udhëheqësit. udhëheqësit klerik, po Jo, në këtë kuptimin këtu imam, jo, udhëheqës edhe politik. kuptimin fetar. Që ta shpjegoj se kjo temë është shumë komplekse. Edhe keq kuptohet shpesh. Sidomos në kampin e shijave. Keq kuptohet kjo. Fjala imam është nocion, term politiko-fetar, që nënkupton lider edhe politik edhe shpirtëror. Këtë term e ka pas, këtë titull ka pas pejgamberi. Vetëm pejgamberi. Veç pejgamberi. Mas pejgamberit alayhis salam, fatmirësisht, këtë term e kanë trashëguar vetëm 4 prej udhëheqësve. Ebu Bekri, Trashëgimtar të fronit. Omeri, jo, kanë përzgjedhur, po e kanë kalu këtë rol. Sigurisht. Mas këtyre 4-ve, ma nuk ka imam që është, do me thonë, edhe lider politik edhe fetar. Edhe fetar. S'ka. Imam, do me thonë, mund kitë kryetar shteti, po që në arabisht unë i pris, se imam më diçka që të prin. Po, Ai unë me tash kon- për pres fetar. Pris, etasht, hoxh, ka shumë dunjat. Jo, për shembull që ty të bën Ngoj përshtypje. ndërun. Unë personalisht, për shembull, e shoh se prej Azherit, prej Egjiptit, dalin dietar begit të mëdhaj. Ani pse s'janë me detyrat mëdha udhëheqëse, por kanë nivel të Jo si lartë mirë, akademik, për shpjegu shembull. si mirë. Kanë nivel të lartë akademik që meni nuk ta merr. Edhe ky që është sot i madh, është imami i Azherit, Ahmed Tajibi, o për dietarët mëdhaj, për njerëzve që ka peshë të madhe. A më në merrni me mend, për shembull nderuar që para 3-4 vjetë e vdesh njëri për dietarët më të botës, Yusuf el-Kardavi për shembull, që ka qenë në universitet në veti. A mund me marrë me mend që Zoti madhërisht më jep njerëzve dije ka shumë. Njohuri ka shumë në sociologji, në filozofi, në gjeografi për shembull. Se zbërthejnë Kur'anin në këtë vështrime të ndryshme. Edhe sot bota islame ka dietar begi të mëdhaj. Që ne marrim mësime prej tyre, këto xhollarë të Kosovës që jemi për shembull, na marrim mësime prej tyre. Ne mund të jemi doktorat shkencës plot në Kosovë. Ama niveli i lartë i dijes, për shembull, është çështje tjetër. Ka do të më drejtu feja islame të nashje, për shembull, se ka rryma, i përmendëm edhe ti. Po. Shia, i përmendëm edhe kështu. Ka do të më drejtu na ku jemi më afër të vërtetës. Nuk ka dyshim se na ehl sunnet që jemi në të vërtetën. E kjo, po njëri është Të- pak më. Jo, të gjithë nga që ta shpjegojnë për shembull. Ka kanë lind shijat. Shijat kanë lind nga aspekti politik. Tani kanë dalë në fe. Se në kohën e pejgamberit s'ka pas. Ka pas. Ata çysh e kanë kriju versionin e shijave, se këto njerëz nuk e kuptojnë këtë çështje. Domthon, a pesha rrëmuj bëhet bota sot, edhe njerëz kanë informacione të pakta për këtë çështje. Na shtazojnë me pas, edhe bëjnë rrëmuj. I nderuam, shiizmi ka lind nga aspekti politik. Politik. Pastaj i ka interpretuar argumentet fetare sipas shijes për ta mbrojtur kampin politik. Qysh i ka vy? Qysh i kanë vyt? Për shembull, ato kanë thonë pse mas pejgamberit nuk është bë Aliu Hoxha në këtë rast. halife për shembull. Po. Po është bë shoku i O ngushtë. bë Ebu Bekri. Edhe ato e kanë ditë sigurt që s'ka mujt më bë. As vetë se kish pranu, sepse s'kish mujt me dekalu Ebu Bekrin me dije dhe me burrni. S'kish mujt me dekalu Omerin. S'kish mujt me Uthmanin.
Edhe këto ka çky prizm. Njëherë kanë hesht, pastaj kanë kriju versione. Tash ne jemi ahli sunne wal jamaa. Çka ne kupton kjo? Ne jemi musliman, të cilët besimin e kemi në Kur'an dhe në hadith. Një musliman i cili nuk e ka besimin sipas Kur'anit dhe hadithit, ai s'është musliman. I dalëm Ai prej fes. ai më kriju versionet çfarë ka çfarë problemi ti, s'është problemi jam. Po musliman s'është. Po s'është musliman vëlla. Me çka do më argumentu ti? Nëse unë flas për agjërimin, ku mbështetesh ti? Nëse unë tham agjërimi është farz, obligim, ku mbështet argumentin unë? Tu në Kur'an. Pastaj ku në hadith. E nëse vjen ti thu s'është obligim, ku mbështet argumentin? Sakt. Kjo është për shkak publikit, po e thjesht këtë temë. Domthonë kjo është na jemi elësona. Dhe tash në Kosovë, shqiptarët, gjithë një vëllezër, gjithë një nderuar, pe ardhes së Islamit, pe para perëndërisë osmane. Se Islami ka ardhur në shekullin 10 në Ballkan. Jo në shekullin 14. Sakt. Në shekullin 10. Sakt. Edhe kjo është fakt. Edhe s'ka kush i mund këta. Dhe tash pe ku ka ardhur Islami te na? Ka ardhur Islami sunni, bazuar në Kur'an dhe në hadith. Po sipas shkollës juridike hanefite. Dhe tash Bashkia Islame që është institucion tradicional që përfarson Islamin e shqiptarëve të Kosovës, është në, domethënë, sunni, i besojmë të 4 medhhebet, shkollat juridike, por që udhëheshemi me medhheb hanefi dhe jemi në rregull të gjithë. S'ka këtu problem. Ardian, faleminderit shumë që ishim bashkë thonë në këtë emision. E ka që pagat, po me ty kësha mund me majtë 24 orë bashkë emisionin, se edhe kam qef me të ndëgju, po edhe publiku jo më besoj që ka qef edhe me të ndëgju dhe me të pa edhe me një prej teje. Faleminderit edhe prej teje, kënaqësia është e jemja. Unë edhe ndjem Leonit falenderoj përzemërsisht ty, stafin tanë, dhe po ashtu ti përshëndes gjithë agjëruesit, duke dëshiruar agjërim të lehtë, të këndshëm dhe të pranuar të Zotit Madhërisëm. Zoti shpërblet. Faleminderit shumë. U pafshim në iftar bashkë. Inshallah, me të Kismet. E lam në iftar, fatikisht, po besoj se lam. ka javë ashme. Jo pres kismet. E drejtojmë. Mirë se na vinin Ferizaj edhe Ardian, formit të faleminderit shumë për teje. Allah Ishte shpërblet. kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shimin e pjesë tjera i dashur publik iftar të mirë e syfyr të mirë të lehtë. Mirupafshim.